Dëshmori I parë I ranë familjen Jashari është djali I komandantit Fitimi. Gjujtja e parë, domethënë hapja zjarre e parë ka qenë Bashkim Jashari. Prej atij momenti, domethënë kanë vazhdu bombardimet. Muna me thonë në bazë të asaj çka unë ku mujt me vrejt edhe dëshmive familjarëve tjerë, gjujtja e parë, domethënë hapja zjarre e parë ka qenë Bashkim Jashari. Bashkimi, pjesa tjetër kanë tentu, kanë provoku mulshu makineria luftarake prej asoj pjese, dhe si përgjigje që na nuk dojmë me udhërzu, besoj që sipas gjitha dëshmisë, gjujtja e parë, gjumë Bashkimi Jashari. Në ndërkohë, më pas fillojnë edhe shkëmbimet. Prej atij momenti, domethënë, kanë vazhdu bombardimet. Fillimisht sulmi ka fillu në orët e para, vetëm në pjesën ku janë konë familja, domethënë pjesa që kanë bërë rezistencë mrena, kullat të ademit, edhe të tyne pjesës të shpijave. Sulmet Dhe më pas, kanë qenë... ju ishit këtu, gjatë kohë sa bombardoj... Na kem kalu pej kësaj shtëpie, jemi bo bashkë, domethënë këtë pjesën e kusherive këtu, jemi konë pritjet në arme që mund vinte, edhe pse për me ardhë armë, domethënë është ditë që duf më vradi kush për më liru një armë, fatkeqësisht. Kemi kalu atje, kem qëndru në pjesën më të madhe, domethënë jena konë bashkë, të I vëzhgu. Beqiri u konë njani I cili ka qëndru vazhdimisht në pjesën e kulmit mi pa forcat serbe, se pa mja pej këtu për këta që kanë luftu, u konë shumë e pakt me I vrej, domethënë pozitivizjet e forca serbe. Po është shumë interesant se orët e para nuk ka pas lëvizje në drejtim të shtëpia, domethënë në drejtim të lagjës. Strategjia e tyne u konë me I sulmu, domethënë me mjetet më të rënda, me shkatëru komplet edhe pozicionet edhe pikat cilat kanë bërë rezistencë, dikon rreth orës 10, mas krejt pjesës më të madhe. Fatkeqësisht nuk muna me thonë çka ka ndodhur mrena, se afërsia ka bot vetë, domethënë kjo pjesa tjetër. Dikon rreth orës 10, një pjesë e luftarëve që janë konë antarëve të familjes që shokon Qemojli, Bashkimi, Shekipi, Bilalli kanë kalu prej shtëpisë të Homzës, kanë dalë knej, janë hinë, domethënë abortun, për me ju dalë forca serbe që fillum kamësëria mulshum pjesën tjetër. Me siguri pejmrena e kanë vrejt që ka fillu veç kamësëria mulshu në lagje Jashari, edhe një pjesë pej 7-8 antarëve, duke përfshi edhe Qemojlin e Bashkimin kanë dalë knej, për me ju dalë forca serbe në pjesën tjetër, mos me I leju që të pakten kamësëria. Me u afru. Muna me thonë që prej orës 10, luftimet kanë qenë ma tashpra, kanë qenë direkte, domethënë ka pas mundësi me pas pak ma afër edhe forcat serbe. Dikon rreth orës 12 pothuajse kanë arrit me ardhë mulshu në distancë prej 150-200 metra. Domethënë aja u konë pjesa ma kritike, sepse po e afrohet, domethënë është të e afru familjes. Qemojli me Bashkimin arrin me dalë ka pjesa e prapme, e Kronit, atu vrohet Halili, fatkeqësisht. Shvitet I pari në krejt sulmin? Po në krejt sulmin, bazë dëshmive që e tregojnë edhe
unë kom dëgju shumë rrëfime të ndryshme të njerëzve, ndoshta edhe që s'janë kon afër, po njerëz që kanë mujt me pa, me vrejt mas shumti, është bashkimi që sot është gjallë, që mojli dhe në bazë fjalëve, paktën të vllaut që mojli që ku mujt me diskutu. Dëshmori i parë i ranë familjen Jashari është djali i komandantit Fitimi. Shoku jam, do më thonë që e kom da dhe pjesën e shkollës, jemi konë gjenerat. Flitet që edhe Adilja, do më thonë bashkëshortja Ademit, ka ra paka shumë njëjtën kohë me Fitimin, po dëshmori i parë i ranë prekaz është Fitimi, i cili, sipas gjitha gjasa, është vrarë me snajper prej pirgut fabrikës municionit.